Gostivari shkon në zgjedhje të përsëritura për shkak se zgjedhjet e rregullta lokale në vitin 2025 dështuan. Nuk pati cenzus. Fitoria e Valbon Limanit mbeti pezull. Valboni është sot në histori për treguar vizionin e tij për Gostivarin, çfarë do t'ju ofrojë qytetarëve, si dhe për të folur mbi atë ku kanë ngelur punimet sa i përket infrastrukturës dhe punimeve tjera. Kuptohet për kaq kohë sa ka qenë ushtrues detyre. Si e shpjegoni ju përsëritjen e zgjedhjeve, si arsye për shkak të migrimit, ju bën ndonjë padrejtësi apo? Padyshim që edhe migrimi i popullatës në komunën e Gostivarit, por ndodh edhe në shumicën e komunave tjera, është një nga arsyet për të cilën nuk u arrit cenzusi, por ishin edhe disa rrethana dhe arsye tjera, siç është lista e votuesve, e cila nuk është as pak e pastruar si duhet nga institucionet kompetente që kanë të bëjnë me këtë, sepse ne këtë në fakt 2025 ne votuam për këshilltar, për 23 këshilltar në bazë të regjistrimit që thotë se Gostivari ka 59.770 banor rezidente, nga ana tjetër kemi afër 83.000 votues të cilët votojnë për këto 23 këshilltar, një paradoks juridik, por pavarësisht përveç kësaj kishte normal edhe një thirrje bojkoti nga grupe të caktuara në një periudhë, posaçërisht në periudhën e dytë të atë ditë zgjedhore, por padyshim duhet të pranojmë se ka edhe një apati politike kështu sa i përket të gjithë politikave në 30 vjeçarin e fundit në shtetin tonë. Ju shohim në fushat krah për krah me eksponent të BDI-s. Si shkon fushata me BDI-n? Fushata shkon shkëlqyeshëm, domethënë edhe komunikimi, por edhe bashkëpunimi është në nivel shumë të mirë, edhe besoj se ashtu siç ishte deri tani, ashtu do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ma thuaj një gjë të drejtë. A ju kushtojnë diçka nëse fitoni ndonjë drejtori, do t'ju jepni drejtori apo do t'i punsoni në administratë? Për të qenë i sinqert deri në fund, as pak dhe në asnjë moment nuk kemi biseduar për këtë, sepse këtë garë e shohim si diçka pak më të madhe se sa ndarja e disa drejtorive apo disa punësimeve. Padyshim fitoria do të jetë e gjithë gostivarasve, e pastaj sa për udhëheqje besoj që do t'i zgjedhim dhe përzgjedhim kuadrat më të mirë në institucionet. Po kjo nuk do thotë që do t'i përjashtoni, nuk do t'i kyçni në asesi, të gjithë do të jenë të kyçur në vendimarrje. Do të flasim pak për kaosin urban. Sigurisht ju e keni parë edhe fotografinë e Gostivarit për kaq kohë sa kanë qenë mërgjimtare. Si do ta zgjidhni ju këtë problemin e kaosit urban, sepse Gostivari është një qytet edhe pak më i vogël, kur vjen edhe ngarkohet edhe mërgjimtarët bëhet akoma më, domethënë fotografia e Gostivarit nuk duket aq e bukur. Si do ta bëni ju që ta zgjidhni problemin me kaosin urban? Nëse flasim sinqerisht për ta zgjidhur problemin tërësisht, besoj që jo një mandat, por edhe 3 mandate nuk do gjendë të mjaftueshme, sepse është punuar vite me radhë, 30 vite ashtu siç është punuar. Po çka është urgjente për shembull që ju do ta merrni? Urgjente është, gjithmonë e kam cekur, bulevari Vllezrit Gjinoski, një bulevar e cila është arteria kryesore e qytetit, dhe besoj që me një pjesë të pronarëve të cilat kanë prona në atë pjesë ku duhet të intervenohet, do të gjejmë një gjuhë të përbashkët dhe një zgjidhje me të vetmin qëllim që ta bëjmë më të mirën për ne, për gostivarasit, dhe të zgjerohet ky bulevar prej pjesës tek rruga e Divrës, siç e quajmë. Do të bëhet kjo brenda 4 viteve të ardhshëm nëse Unë zotohem dhe besoj fuqishëm se së bashku me gjithë këto pronarë do të arrijmë qëllimin deri në fund të mandatit. Përveç kësaj, bulevardit, keni menduar për parkingjet? Po, domethënë kemi projekt konkret, ku do ta bëni? Një parking nëntoksor me 2 nivele afër godinës komunës së Gostivarit, e cila sipas projektuesve ka diku 126 vende parkimi, dhe gjithashtu projekti i dytë ka të bëjë me sheshin e qytetit të Gostivarit, por një projekt pak më serioz dhe me kosto më të madhe, e cila do sjell mbi 220 vend parkime. Besoj që përveç këtyre do të shohim edhe të gjithë mundësitë edhe për parkimin zonal në disa pjesë të qytetit. Nuk do të zgjidhet problemi tërësisht, se ne do të jemi të sinqertë me bashkëqytetarët tonë, por besoj që sa është menduar që të ketë Gostivari parkingje?
Besoj që në këtë mandat do të arrisim numrin deri në maksimum në 500 vend parkime të reja. Ka Gostivari kapacitete infrastrukturore për pas transport publik? Punohet në një studim fizibiliteti të shihet se sa dhe si mundet të realizohet kjo. Do t'i shohim rezultatet nga ky studim dhe në qoftë se ka mundësi, gjithsesi do të mundohemi që ta ecim para këtë proces. Ju shohim që i takoni çdo ditë pothuajse banorët dhe ju premtoni kushte më të mira, rrugë, infrastrukturë. I bie kjo që Taravari nuk bëri gjë për këto banorë? Jo, Taravari ka bërë shumë për periudhën që ka ushtruar detyrën kryetar komune. Komuna është, le të themi, një proces dinamik ku sado që të bësh gjithmonë ka nevojë për të bërë edhe më tepër. Ne kemi vazhduar në ato 16 muaj derisa unë isha në krye të komunës, kemi bërë besoj që shumë punë të cilat qytetarët i panë dhe konform asaj edhe e dhanë verdiktin e tyre më 19 tetor, por duhet të vazhdojmë me të njëjtën energji dhe me të njëjtin përkushtim me gjithë ekipin që të punojmë edhe në 4 vitet e ardhshme. Zoti Limani, si justifikoni faktin që akuzat e kundër kandidatit tuaj, Nevzat Beta, për kompania që mori, domethënë, tenderin për rikonstruimin e rrugëve në komunën e Gostivarit, nuk ka realizuar punimet dhe paratë e buxhetit komunal kanë shkuar huq? Personi në fjalë njihet se ka prirje të madhe për manipulim. Aty kemi një kontratë kornis e cila nuk është harxhuar as pak. Domethënë 1 euro nuk është harxhuar nga ajo kontratë, por ne që jemi prej Gostivari e dim prirjen e tij për manipulimet këtilla dhe për shpifje. Për këtë pas 11 janarit i njëjti do të ketë padi edhe do të shihemi në gjykatë se si do t'i arsyetojë këto shpifje. Domethënë do ta padisni Nevzat Betën, nëse Patjetër. Okej. Kur po flasim për mjedisin edhe për pastërtinë në qytet, dim që deponia Rusino është një deponi e madhe, mirë po është në prag të falimentimit. Si do ja bëni ju që deponia Rusino të jetë më funksionale? Si do ta bëni që Gostivari të jetë më i pastër? Deponia Rusino, në fakt, ndërmarrja e deponisë Rusino është ndërmarrje e cila është formuar nga 9 komuna dhe prioritet për ne si komunë e Gostivarit do jetë që të kërkojmë në një afat sa më të shkurtër e njëjta të transferohet në një lokacion tjetër. Gjithsesi, paralel me këtë do të kërkojmë edhe ndihmën edhe në mekanizim, por edhe në ndihmë financiare për të gjithë komunat të cilët e shfrytëzojnë këtë deponi. Besojmë se do ta bëjmë më të mirën që Gostivari të jetë sa më pak i dëmtuar me këtë deponi. Sikur mjedisi edhe pastërtia në qytet është shqetësimi më i vogël i kryetarëve të komunës sa vinë në krye të Gostivarit. Çfarë do të bëni ju, çfarë keni planifikuar për pastërtinë në qytet? Ne veç kemi filluar në fakt punojmë në atë drejtim derisa ushtroja detyrën e kryetarit të komunës. Për herë të parë janë bler 2 makina për mbajtjen të mbeturinave dhe kemi plan së bashku me ndërmarrjen publike komunale, plan të ri me kushtimisht një riformatim të vendeve se ku do të vendesen kontejnerët e mëdhej. Do të vendosni kontejner nëntoksor që në disa pika deri në fund mandatit do ta bëjmë edhe këtë, sepse edhe ajo ka kosto, se kur flasim për projekte dhe për punë konkrete duhet ta mendojmë se si do t'i realizojmë. Thanë ka edhe në disa pikë të cilat janë pikë shumë më problematike, do ta shqyrtojmë edhe mundësinë e vendosjes kontejnerëve nëntoksor, por edhe për këto qerët kemi kontejner me kapacitet më të madh dhe pika të ndryshme, domethënë do të shtojmë pika sepse është evidente se me këto që i kemi nuk mund tërësisht të menaxhohet kjo problematikë. Po si do ja bëni me ajrin e ndotur, duke marrë parasysh që Gostivari shpeshherë del një nga qytetet më të ndotura se përket ajrit të ndotur? Një prej masave të cilën e kemi parapar, fillimisht është që të subvencionojmë taksi kompani të cilat do të blejnë vetura elektrike me një shumë prej 100.000 denar për një vetur. Besoj që kjo mas do të ndikoj që të ngritet edhe vetdia edhe tek qytetarët, por paralel me këtë do të punojmë edhe në
edhe në zgjerimin e fushave të gjelbërta në qytet, por do të punojmë edhe në menaxhimin e mbeturinave. Kemi një projekt konkret për menaxhimin e mbeturinave inerte me City Experimental Fund, është një projekt me UNDP-n. Gostivari është e vetmja komunë së bashku me Kavadarcin në Maqedoni e cila është pjesë e këtij projekti. Kemi shumë aktivitete të cilat do ta përmirësojnë dukshëm ajrin në Gostivar. Sa është borxhi i komunës, sepse është një diskutim shumë i theksuar në opinion për borxhin e rritur të komunës së Gostivarit. Realisht tash përgjigjen duhet t'u japë zotri Fadil Xhelili, se unë nuk ushtroj, unë e di se deri në momentin urdhëri sa kam qenë. Për aq kohë sa keni qenë ju ushtrues. Unë sa kam qenë e lash dikun me 11 milion euro, duke i përfshirë edhe borxhet ashtu si që kam cekur edhe më parë edhe të disa projekteve të mbarora të qeverisë të cilat regjistrohen si borxh i organit komun. Ky borxh është e bashkë me ndërmarrjet apo veçmas? Ky është i organit komun. Me ndërmarrjet bashkë? Ndërmarrjet nuk kam info të sakta se sa është borxhi. Po ju do ta zvogloni borxhin e komunës apo do ta rritni? Jo, besoj që do ta zvoglojmë, nuk mendoj që për një mandat nuk e dia do të jetë e mundshme që të shlyhet tërësisht, mirë po besoj që në një masë të madhe do të zvoglohet ky borxh. Zoti Limani, po si do t'i bëni të gjithë këto projekte që po i përmendni, ndërkaq komuna po mbytet në borxhe? Komuna e Gostivarit nuk është komunë vetëm. Për shembull, do të merrni me para për pastërtinë, mjedisin, për infrastrukturët. Të hyrat të cilat i kemi, domethënë të hyrat si komunë, gjithsesi do të ngritet vetdije për pagesën edhe të llogarive edhe në ndërmarrje, por edhe të gjithsesi edhe të tatimit në pronë. Kemi shpresojmë që në këtë mandat, domethënë në këto 4 vite do të kemi edhe ligj të ri për legalizim ku parashojmë gjithë ato objekte të cilat nuk janë të legalizuara të legalizohen dhe me këtë të ketë edhe një fond i mirë të hollash të cilët do të hyjnë në komunën e Gostivarit, por kemi edhe një ekip i cili do të punojë në thithjen e fondeve ndërkombëtare dhe me këtë do të kompenzojmë punët të cilat duhet t'i bëjmë me mjetave tanake. I kam edhe 2 pyetje të fundit, njëra është për diasporën. Gostivari është një ndër qytetet e cila ka diasporë më të fortë, po themi. Keni bërë takime me diasporën, do të thithni, do të thonë investime nga jashtë që të vitë diaspora të investojë edhe këtu. Sepse çdo herë diasporën e kemi në majë të gjuhës, mirë po kur vlen për investime apo për shërbime, diaspora harohet. Unë do të them donatorët më të mëdhenj apo investitorët më të mëdhenj janë mërgjimtarët e komunës së Gostivarit, edhe atë e bëjnë pa mos i kushzuar askush nëpërmjet shoqatave, gati se në çdo vend banim të Gostivarit kanë shoqata jashtë, qoftë në Zvicër, në Gjermani, në Austri, ato ndihmojnë dukshëm kur bëhet fjalë edhe për infrastrukturë, por edhe për projekte tjera. Ato ndihmojnë, mirë, po çfarë bëjmë ne që t'ua bëjmë kushtet atyre që të vinë të investojnë në qytet? Tani kemi parasysh këtë dhe parashohim, planifikojmë fakt për një zonë të cilën duam ta shndrojmë në një le të themi zonë ekonomike me kushte më të mira dhe besojmë që të parit të cilët do të kemë prioritet për të hapur biznese në atë zonë do të jenë padyshim mërgjimtarët. Do të jetë mandati juaj i parë nëse fitoni. Mi thoni 3 projekte kapitale për cilët ne nuk do të flasim përsëri pas 4 vitesh. Bulevari Vllezrit Gjinoski, ura mbi lumin Vardar afër gjykatës së komunës së Gostivarit dhe parkingu nën Tokson në 2 nivele afër godinës së komunës së Gostivarit. Valbon, faleminderit shumë, të uroj suksese, thonë që kur bie borë ka bereqet. Uroj që të keni suksese në të ardhmen. Shëndet. Faleminderit.